që është fitusi, që çdo herë ka qenë fitusi. Dhe nëse një kryeministër, një president i Kosovës do të takohej me këta, do duhet t'ia përmendte si legacy, si trashëgimi, sukseset e mandatit të tij të parë në raport me Kosovën. Por në një rrafsh të madh përmbajtësor, unë nuk kam pa ndonjë dokument të ri të administratës së re në raport me Ballkanin Perëndimor, në raport me Evropën, në raport me dialogun Kosovë-Serbi. Do të thotë më shumë shoh një vazhdimsi se sa një qasje komplet të re. Dhe jam për atë që ne ta kuptojmë drejt botën e Trumpit, ta kuptojmë drejt se si funksionon kjo administrat dhe të shtyjmë temat cilat do të shtyjmë. E dini çka është ideale për Kosovën në këtë kohë, po t'jetë një politike jashtme Kosovës e mëshme, e thjeshtë dhe strategjike. Çfarë është? Do të mund ta merrë me antarësimin NATO. Po mirë, a duhet që Kosova edhe tash të insistoj, se kam përshtypjen që ka dy lloj qasjesh. Është qasja që duhet sa më shpejt të arrijmë antarësimin në NATO duke e hequr këtë raportin me Serbinë, dhe është politika e cila kërkon që fillimisht Serbia të reflektojë, pastaj ne të veprojmë. Kam përshtypjen që këtu po mbetemi pengi dy qasjeve të ndryshme karshi politikës. Çka unë shoh realisht për Kosovën është kjo. Nëse ne kem pas një pritje për cilën ne kemi biseduar gjatë ti edhe Ben në këto 20 vitet e fundit, apo më mirë më tha prej 2008-s, që do ndodh njohja ndërsjellët. Dhe me çat marrëveshje ne të shkojmë në OKB, në Këshill Sigurimit. Dhe të pranojmë antarësimin. Dhe të bëhemi shtet antar i OKB-s, se mas një marrëveshje me Serbi, edhe Kina dhe Rusia do të thonin po një marrëveshje të tillë, ky opcion politikisht sot është i vdekur. Çfarë është i mundur është plani B, dhe plani B është antarësimi i Kosovës në NATO. Dhe unë nuk shoh ndonjë prioritet më të lartë për Kosovën në një kohë ku është rikthy lufta, në një kohë kur ne kemi menduar që lufta në Ukrainë është vetëm një tërmet gjeopolitik. Sakt. Po tash për shohim çfarë ndodh mes Iranit edhe Izraelit është një tsunami gjeopolitik, ku është zhvendos gjeopolitikisht bota, nuk ka prioritet më të lartë se sa antarësimi i Kosovës në NATO. Prandaj edhe nëse ka kërkesë prej administratës së re që ne të marrëmi migrantë të caktuar dhe të vendosen në burgjet Kosovës, do të isha shumë për. Nëse ka kërkesë prej administratës të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ne të pajismi me armatim të ri, të sofistikuar, që këta e shohin bashkëpunimin politik e përmes ndonjë partneriteti më të mirë të mbrojtjes dhe të sigurisë, do të isha shumë për, se në çdo kohë duhet të sillesh përputhje me frymën e kohës. Sakt. Por NATO do të ishte çdo gjë. Se duhet të kalojnë 2-3 tema shpejt. E para ka të bëjë me Hagën, nëse mund të ma nxjerrin regjia foton në dalje dhe të fillojmë të bisedojmë çfarë po ndodh me këtë proces, apo i vije fundi më në fund, apo vazhdon të jetë kështu një proces që zgjatet e së zgjatet pafund. Me thotë të drejtën kam prit që do mbyllet më shpejt. Edhe këto vite që kanë kalu po tregon që është një proces që në thelb po e pasqyron një padrejtësi të madhe. Shpresoj që mbyllet si vjet, jam i sigurt që mbyllet mirë edhe drejt, por mendoj që shteti i Kosovës, që politika e Kosovës duhet bën shumë më shumë për këtë proces, me që gjykatat ndërkombëtare, dhe kjo gjykatë është sa Kosovës është paqe dhe ndërkombëtare, më shumë janë nga një herë zgjatje dhe instrumenti politikës ndërkombëtare, se sa vetëm pasqyrim i drejtësisë. Si kujt është sot që të vazhdoj kjo gjykatë? Kur flasim për zgjatje e interesit politikës ndërkombëtare, zgjatimi i interesit politikës ndërkombëtare, e dim, kur është themeluar ka qenë interes i Rusisë, dhe ka qenë një lloj kompromisi, të themi kështu, i botës euroatlantike me Rusinë, sepse duhej trajtohej disi ai.
raporti famoz i Dick Martit.